ton të zgjedhjeve 2025. Jam këtu në studio me kolege Ngreta Topiana. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Ti kishe mirëmëngjes, po, mirëmbrëma, harrova. Jam ende në orën 11 kur e nisa. Ora 4 mëngjesit dhe gjithçka po shkon për mrekulli, kjo energji e papar në këto orë të para të mëngjesit. Adrenalina zgjedhjeve. Kështu që bravo gjithëve. Bravo të gjithëve, vërtet, gjithë ekipit. Ndërkaq, tani unë ndala pak më parë, përpara se ti të vije në studio, i pash të gjitha qarqet veç e veç. Ndërkohë tani shohim pak gjithë Shqipërinë, me kaq sa është numëruar deri tani. E vërtet, unë sapo e shtypa në sekondat e fundit përpara se të përfundojë dhe kemi rezultatet e orës 3:50 erla dhe me sa duket ajo 5 minuta dhe më përpara. E dona për forcë e tretë, e ceke edhe vetë deri në këto momente. PD-ja forcë e tretë në këto momente. Është Partia Socialdemokrate, po 4779, ndërkohë dhe diferenca nuk është shumë e madhe. Midis nismës Shqipëria bëhet. Thjesht për ta kuptuar, janë numëruar nga 5225 qendra votimi në rang vendi, 496 qendra votimi, janë numëruar në total 118.364 vota, të cilat ndahen. Janë 63.399 vota për Partinë Socialiste, gjithmonë në rang vendi, 39.964 për Partinë Demokratike dhe koalicionin Aleanca Shqipëria Madhështore, për PSD-n janë 4.779 vota, Nisma Shqipëria bëhet 4.283 vota, Lëvizja Bashke Arlind Qorit. Mundësia duhet ishte përpara Sipër, po, si e renditur, 1.386 vota për Arlind Qorin, Mundësia Gronsheaj 2.731 vota, Lëvizja Dheu e Kreshnik Osmanit 150 vota, Euroatlantikët 1.022 vota dhe si pas renditjes darjes në mandate nuk i jep një mandat ende Lulzim Bashës renditja në rang vendi, AKSH 207 vota, ADR 87 vota dhe Djathtas për Zhvillim 356 vota. Dhe ndarë në mandate, kaq sa është numëruar deri tani, janë 83 mandate për Partinë Socialiste, 49 mandate për Partinë Demokratike, 4 mandate për PSD-n, 2 për Nisma Shqipëria bëhet, 1 Arlind Qori dhe 1 Gronsheaj në rang vendi. E vërtet, por këto theve pak më përpara erla, por do kemi mundësi të shohim edhe të dhëna të cilat do të ndryshojnë, besoj dhe ndarja e mandateve po ashtu. Janë numëruar 496 nga 5225. Ka ende shumë punë, edhe besoj do kemi mundësi të shohim dhe rezultatet pak më vonë. Unë do t'jem bashkë edhe me kolegun Ilir Kazaferi për t'i ndjekur gjitha zhvillimet, edhe pse tashmë jemi në oret e para, po që ethet ndoshta janë edhe më të shtuara, se bëhen publike dhe rezultatet e para të ndarë në mandate. Besoj, lajmi më i mirë është për Partinë Socialiste që i ka kaluar 71 mandate deri në këto momente. Nuk e di është lajmi mirë apo është lajmi keq gjithë ky pushtet. Gjithsesi. Për ta thash. Jo, dakor. E dëgjove Blendi Klosin pak më parë, ne i duam të 140 ata për ato gara. Për ta do t'ishte që të merrni të gjitha, por mbetet për të parë se gjithçka mund të ndryshojë moment pas momenti, jemi ende shumë herët. Pritet që edhe ditën e hënë do të jemi live deri në orët e para të mëngjesit për ditën e martë. Kështu që kur do t'jetë edhe rezultati final apo çdo gjë e cila mund të ndodhë. Besoj që nesër gjatë paradites do ta kemi më të qartë rezultatin. Ngreta, të falenderoj shumë. Unë ju falenderoj dhe gjithëve ju teleshikues që keni ndetur me ne. Vazhdoni që qëndroni me Euronews Albania, do t'jetë kolegu im Ilir Kazaferi. Pas meje ne bashkë do takohemi sërish nesër. Natën e mirë nga unë. Reklama.